A lejohet dikush që nuk është i bom sunet me dal imam? Lejohet. Po ju mos qeshni, sepse kjo është mesele fikije. Është një mesele në fik. A i lejohet babomit sunet me u bo imam? E para, me u bo sunet është vajxhib. Dhe është simbolistike e islamit. Kjo është e para. Pra është shenjë dalluese e muslimonit. E dyta, e kanë diskutu dietarët këtë mesele thellë. Pse? Ka thënë kur ka dy njerëz që i kanë kushtet e barabarta, një islam njësoj, me Kur'an njësoj, me sunet njësoj, me mosh njësoj. Tani kujt japin përparësi? Librat e fikut, kjo është bukuria e librave të fikut. Thot kush është i martuar. Po nëse janë të dy të martuar, kush është i bom sunet? Po nëse në bom të dy sunet, kanë gjetë, është interesante, nuk du të ndalëm se kalon edhe në banalitet, po ideja është shumë interesante. Kjo kupton, çfarë kupton? Të më thonë që ka punu truni, ka ecë herët. Kurse sot punon në LGBT-ja. Thash njëri si i bone pyetjet. Tha, e futa temën në LGBT, thash mje pyetjes për këtë temë. Dhe më thonë, truni me pushime, punon në LGBT-ja. Kështu që në rregull, kështu që nuk ka asnjë problem, se e pash që u gajasët, u kënaqet.